Ky vend është shumë I rrezikshëm dhe kam frikë që mos po ju humbi juve natën. Nuk është dashur që të mbesim ne kaq shumë jashtë. Çka është arsyeja që po le aq shumë? Çka ke pa? Prit, mos u afro edhe aq shumë tek ajo dhelpër. Ta shoh se mos është ajo e vdekur apo vetëm po bën ashtu. Ik nga këtu ti dhelpër e smur. Kjo është mënyra e saj e gjuajtjes, duke u bërë se është e vdekur. Edhe kur preja ndihen vehten e sigurt dhe I afrohet afër, ajo atëherë rrëmben atë. Kjo është mënyra e padrejtë me ardhur tek ushqimi. Kjo më përkujton mua një krim të madh që e kanë bërë populli të shtunës. Natyrisht, ju nuk e dini këtë ngjarje. Do t'ua tregoj unë që ta kalojmë këtë natë të errët. Ke kujdes, burri im I dashur. Mos u brengos a ideja. Allahu është ai që përcakton se kur do të vdesim ne. Zoti I Musës dhe I Harunit, alaihu selam. Era është shumë e fortë dhe valët janë shumë të larta sot. Pse nuk po e shtyn peshkimin për 1 ose 2 ditë? Unë duhet që të punoj shumë, që Allahu të na shpërblen neve. Ka valë të larta. Do me thënë, unë do të zë shumë peshqi dhe balena. Simon, merre këtë ushqim me vete. Jo, kam ushqim të mjaftueshëm. Mbaja atë për vete. Zgjohu majmon, Simoni veç ka dal me anien e vet dhe po gjuan balena para teje. Më lër të qetë, dua që të flej edhe pak hilaf. Mos u bë dembel, ne kemi mbet pa ushqim. Duhet që të kthehesh me shumë peshk. Peshku më I madh do të bëhet I imi. Atëherë do ta shohësh se burrit është peshkatari më I madh. Kur të kthehesh me një peshk të madh, kur ta shesim atë peshk, dua që të blej një zinxhir të artë. A nuk ke mjaft ara? Po ku kanë shkuar të gjitha ata peshq? Nuk e di, o kapiten. Ndoshta duhet të shkojmë më thellë në det. Më shumë se kaq. Më nuk po duket as bregu. A je I sigurt që rjeta është e thurur mirë? E kam kontrolluar me kujdes para se të lundrojmë. E pra, ku është problemi? Ndoshta Simoni I ka zënë të gjithë peshq. Ti afrohemi më afër dhe ta shohim se si po shkojnë gjërat me atë. Era po vije të u bë edhe më e fortë. Ju sugjeroj që më mirë është që të kthehemi në breg. Unë thash që të shkojmë më afër anijes së Simonit. Bëre atë! Shko më në veri ka anija e Simonit. Shko më në veri. Pse nuk ka asnjë peshk këtu? Kjo është dëshira e Allahut, vëlla Shahman. Peshkatari duhet që të bën më të mirën, por peshkimi nga vetvetja është risk nga Allahu. Ne nuk kemi bërë asgjë të shtunën, siç edhe feja jon po na obligon. Pse atëherë Allahu po na dënon neve? Kjo është një pyetje e papërshtatshme. Allahu po I sprovon besimtarët me gjëra të këqija dhe të mira. Ky është test
për durimin, veti duhet që të jesh falenderues në këtë rast. E pse anija e mamunit po na afrohet? Ndoshta ai ka nevojë për ndihmë. Përshëndetje, kapitan. Apo bën shaka me mua që nuk kam zënë asnjë peshk? Edhe unë nuk kam zënë asnjë. Nuk po të besoj. Nuk po të gënjej vëlla. Era është shumë e fortë. Apo kthehemi prapë në qytet? Ti kthehu prap. Unë nuk do të kthehem derisa të zë shumë peshk. Majmon, thuaj se pari, inshallah. Mirë se erdhe në kasollën time. Unë vetëm do të qëndroj për një kohë të shkurtër. Unë kam ardhur të të huazoj pak të holla. Ti edhe vet i di rrethanat e këtij fshati. Të gjitha anijet e peshkatarëve po kthehen të zbrasta. Të gjithë ne jemi në të njëjtën krizë. E di, por fëmijët e mi janë shumë të uritur. Ne kemi ushqim për atë dhe do ta ndajmë bashkë. A je e sigurt? Natyrisht. Ne jemi fqinj dhe ne jetojmë në të njëjtin fshat. Dhe ne duhet që të qëndrojmë shpatull në shpatull në këto situata të vështira. Të jesh e sigurt që unë do të paguaj shumë fish kur burri im të kthehet nga peshkimi, se ai do ta gjuaj një balen shumë të madhe. Por pse nuk po e shet një pjesë të arit në këtë kohë të vështirë? A je bërë xheloze me mua? Zilia është mëkat, motra ime. Kërkon nga Allahu që të ta fal. Prit, zjarë të shtunën? Ani qka? Është ndaluar. Në Tevrat është ndaluar me vëjes zjarë të shtunën në ambiente të hapura. Por është ftohtë. Këmbët tona po mërdhin. Eja të shkojmë në tempull që të adhurojmë Allahun e të na nxehen zemrat. Nuk do ta lë këtë vend të nxehtë. Ti nuk je zotëria im, që të më urdhërosh mua. I vetmi që mund të më urdhëron në mua është më i madhi i të gjithëve marinarëve, Majmoni. Si që dëshiron ti, e ti Sharman? Këmbët e mia janë mërdhi. Më fal, por nuk mundem të ngrihem. Allahu na fal të gjithëve. Unë po shkoj në tempull që ti lutem Allahut, që ti na lehtësoj sprovat dhe mos të na dënoj për ata të çmendurit që po bëjnë. Majmon, a do të kalon tërë jetën tënde duke fjetura? Sot është e shtunë dhe kjo është një ditë që ne nuk punojmë. Pse ti po më zgjon pra? Të gjithë burrat po shkojnë në tempull për me ju lut Allahut që t'ju shtoj pasuri. Unë lutem duke fjetur. Ke të drejtë, sepse gjumi është pengesa e adhurimit. A mos fole diçka? Unë? Jo. U luta për ty, që të më bekon dhe të më sjell pasuri. Duke u lutur, më përgatit edhe mëngjesin. E si të ta pregadis, kur ne nuk kemi as një grim zbuke? Fqinjet kanë bukë. E ju kam kërguar të gjithve bukë. E të gjithë ata mi kanë mbyllur dyert. Gjithë një kur më shishin që përshkoj tek ata. Shiko, Sahman, shiko. Nuk po mundem me besue. Prej ka erdhën tërë këta peshq? Kjo kishte mjaftuar me e ushqye tërë fshatin për tërë vitin. E ja tash, të shkojmë edhe t'i zëmë. A mos je çmendur? Sot është e shtunë, budalla. Ne e kemi të ndaluar me gjujt peshq të shtunën. Nuk ka lidhje.
nuk na sheh askush, nuk do të shterret të deti nëse ne gjuajmë sot. E çka do t'i them Allahut, kur ne e kemi të ndaluar? Por ne jemi të uritur dhe të varfër. Allahu nuk do të zemërohet me ne nëse ne peshkojmë ditën e ndaluar. Apo thua? E çka po thua ti? Keni frikë Allahun. A nuk është mjaft që ne kemi gjithë ato probleme që po na sjell ti? Ne do të shkojmë të gjuajmë nesër në mëngjes. Inshallah, siç edhe feja jonë në uvëron. Wow, çfarë pamje e mirë. Edhe pse uji nuk është shumë i thellë, por ndihem këtu rehat, por nuk e di se pse. Nuk e di, as unë. E kam parë vetën këtu, do të shtonë mbrëma. Dhe krahët e mi e shtynin ujin shumë lehtë, sikur të kisha shkuar në ndonjë haheng. Edhe unë gjithashtu, por kur kjo e shtuar në merrfund, e gjej veten time duke urrëtur këtë vend dhe mundohem që sa më shpejt të iki nga ky vend, sa më thellë në oqean. Kjo e njëjta po më ndodh edhe mua. A më ndoshta ke ndonjë sqarim? Jo, e pse të gjej arsye tim, unë jam e krijuar që do të bëj çka do, pa e pyetur fare për arsyen, pse. Jam dakord me ty. Po ku shkua në bre të gjitha ta peshqi? E ku i ku ai më i madhi? Nuk e kam parë. Sigurisht që ka kërcuar në ujë prap. Nuk po mundem që të kuptoj. Se si të gjitha ta peshqi munden me u zhduk ashtu? A do të shkojmë edhe më larg se kaq, zotëria im? Tje një i paft. Ktheja një prap. Ne jemi mbledhur sot këtu që të hetojmë këtë fenomen shumë serios. Peshqit po na zhduken. Ne po i hudhim rrjetat në det, por aty nuk ka as edhe një peshk. Mire ke thënë, zotëria im. Këtë vit dimri është shumë i ftoftë. Si do t'ju shqej fëmijët dhe vetën tonë. Peshqit po bëjnë ashtu, si kur me luajt me ne, atë po shfaqen atë ditë, kur peshkimin e kemi të ndalur. E mandej, tër javën nuk po duken fare. Ashtu është djalosh. Peshqit po na sfidojnë neve. O, njerëz të fshatit Aila, më dëgjoni mua. Allahu po na provon neve, ju duhet që të keni durim. Vë të vazhdoni me punët tuaja. Ne do të mundohemi që të gjejmë peshk. E kush e din, ndoshta Allahu do të na ruaj neve nga një problem dhe do të na begatoj jetrat tona. Kjo do të thotë që ti po dërzohesh. Peshqit po bëjnë shaka me ne. Ata po na mashtrojnë neve. Ne nuk do t'i lejojmë që ata të na përqajnë neve. Çfarë do të thuash me këtë? Do të shohim. Do të shohim. Se na ke mbledhur këtu, o kapetan. Ne duhet të vendosim se çka të bëjmë dhe ta zgjidhim problemin e kafshatës së gojës. E si? A është e mundshme? Po, ka shumë gjëra që të bëjmë. Më dëgjo mua me kujdes. Peshqit po bëjnë shaka me ne. E pse edhe ne të mos të bëjmë të njëjtën gjë me ata? Më fal, nuk po të kuptoj. Ne do t'i hudhim rrjetat tona në det të shtunën. Dhe ato do të mbushen për plot me peshq. Por peshkimi është i ndaluar të shtunën. Mos më ndërprej mua më. Unë thash vetëm t'i gjuajmë rrjetat tona të shtunën dhe t'i kapim në kurth peshqit. E gjëja e parë që do të bëjmë të shtunën në mëngjes, të shkojmë në det para sa ato të kthehen në det. Me këtë, ne do të bëjmë atë që feja jonë po na lejon. Ne do të kemi peshk pa peshkuar të shtunën. Ne në të njëjtën kohë do ta ruajmë veten dhe fëmijët tanë nga uria. Shumë gjë e qelluar.
Por ku do të gjejmë ne aq shumë njerëz që të na ndihmojnë neve që të zëmë më shumë peshk? A mos ndoshta të ka shkuar mendja me kërkuar ndihmë nga njerëzit e Shamonit? Shamoni dhe të tjerët janë lojal, vetëm për aty që i ushqen ata. Me rëndësi është që kur do të ja fillojmë ne punës. Pyeti ata për qytetin që gjendej në Bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij kur thyen urdhëresën e sabatit së shtunës. Atë ditë u vinin peshqit me shumicë, ndërsa ditëve të tjera që nuk i keremtonin nuk u vinin. Kështu ne i vum në provë, sepse bënin punë të mbrapshta. Peshkimi ishte i ndaluar të shtunën. Urdhri ishte i qartë në fenë e tyre, por ata janë anashkaluan urdhërat. Ata thanë, ne do t'i hodhim rjetat të shtunën, natën që të zënë peshk dhe pastaj do t'i nxjerrin të dielën nga deti. Ata menduan që mundin me e gënjye Allahun, por ata e kanë gënjye vetëm veten e tyre, por nuk i kanë ditur atë. Çka ndodhi do të shohim më vonë. Më mirë nesër, inshallah. Çka ka ndodhur atë? Është vetëm një flutur. Asnjë nuk mundet me hyrë në kasolle pa dijen tënde. Je një roje i mrekullueshëm. A të kujtohet krimbi i mëndafsht? Që ne duhet që ta ushqejmë atë? Ja ku qenë ka. Ai rritet dhe shndrohet në një flutur. Ndonjëherë këto ndryshime ndodhen në botën e insekteve, por kafshët nuk ndërrohen në një tjetër formë, dhe kjo vlen edhe për njerëzit, përveç atyre të cilat Allahu don me i dënua. Uluni poshtë dhe do të vazhdoj tregimin për popullin e të shtunës, populli i fshatit Aliah, të cilat ishin rreth Bregdetit dhe jetonin me peshqit që i zënin. Peshkimi të shtunën ishte i ndaluar për ata, por për shkak të kooperacisë dhe lakmisë së tyre, peshqit humbisnin tërë javën dhe vetëm dilnin të shtunën. Një njeri i lig i bindi ata që t'i hedhen rjetat atë ditë të ndaluar dhe t'i merrnin nga deti ditën tjetër për plot me peshq. Ngut Toti Dembel, ngut tu pak. I kam shtrënguar rjetat shumë fort, kapiten. Ule zërin, se mos po e zgjon në tërë fshatin. Le ta hapim rjetën më shumë. Mirëmëngjes, majmon. Paç fat në peshkim. Edhe ty gjithashtu. Po ku i keni rjetat? Si do të shkoni në peshkim pa rjeta? Po, pa i desha të them... Jo, kam harruar. Po shkoj prap që ti marrë ato. Shahmon, a nuk po vjen avati me neja? Jo, ja kam filluar me punue për majmonin, kapitenin më të madh. Si që të doni, nuk do ta detyroj asnjë që të punoj me mua. Pse i thej ati që po punon ti për mua? Simoni do të dyshon në mua tash. Tash ai do ta zbulon mashtrimin ton. Jo, ne do të lundrojmë dhe do të kthehemi para tyre dhe do t'i tërheqim rjetat nga bregu i afër. Po, kjo është më së miri me e bë. Shikoj ato. Kjo është hera e parë që ne i kemi zënë kaq shumë peshq. Tërhiqni rjetat në qetësi. Ngutuni para se peshkatarët tjerë të kthehen. Çfarë fati? Por nuk po mundem me i tërheqë rjetat vetën. Ne do t'i humbim të gjithë këta peshq për një të shtunë.
Ja arritëm qëllimit, më nuk do të lejojmë kur fare negociata. Dhe mos harroni se ne jemi të vetmit peshkatar që kemi gjuajtur për tërë fshatin. Prej kuj ke marrë gjithë këta peshqi, Majmon? Majmon, mua më quaj kapiten më të madh. Çfarë pyetje pa lidhje? Unë vetëm se kam gjuajtur peshq në det. A mos ke pa dikën që ka gjuajtur peshq në dru? Prej kuj keni marrë këta peshqi? Edhe unë kam qenë në det si ju, por unë nuk kam zënë asnjë deri më tash. Pra, ti po zemrohesh, se nuk ke dije të mjaftueshme e as fat të mirë. Jo, ky është një mashtrim. Ti ke gjuajt peshq të shtunën. Ky është vetëm një mendim budalla e jot, por shiko, peshku është i freskët. I ke gjuajt rjetat të shtunën mbrëma. E i ke të rejtë sot. Po, e kam bën, dhe nuk ka çka të intereson ty, fare. Me dëgjë mua mirë, Majmon. Ne i kemi toleruar korrupsionin dhe lakmin tënde, por nuk do të toleroj që të shkelësh rregullat dhe urdhrat e fesë son. Të gjithë ne do të dënohemi. Nëse nuk të pëlqejnë këto, dil dhe na lë fshatin neve. Ky është fshati ynë, gjithashtu. Ne nuk do ta lëmë. Le ta vendosim një mur që të na ndan neve nga ata. Ashtu është, e atëhere këta humbsa dhe njerëz të keqdashës nuk do të na pengojnë më neve. Edhe ne jemi dakord. Nuk dua që sytë e mi të shohin diçka të keqe. Ata kanë marrë më shumë vend se ne. Le të bëjnë ata çka të dojnë. Nuk dua me u përlesh me ata, se nuk do të mundemi ti mundim ne ata, se shumica që janë me ne janë fëmijë, gra dhe pleq. Bëre murin më të lartë, që të mos i shoh ata varfnjak më, dhe nuk dua që t'ua dëgjoj as zërin atyre. Edhe pse muri është i lartë, ne prapë do t'i dëgjojmë zërat e stomakëve të tyre të uritur. Mos harro që ideja e ndërtimit të murit ishte ideja ime. Merre këtë dhe falenderoju Allahut që të na jep bereqet. Gjërat nesër do të ndryshojnë, inshallah. Por të shtunën ne do të shkojmë që të bëjmë lutje Allahut. Ka qenë një ide e madhe që ta ndezim zjarrin të premten. Po, do të kemi nxehtë të shtunën, sepse është e ndaluar me vezë zjarr atë ditë. A i ke hudhur rjetat në det? Natyrisht. Nesër ne do të zëmë shumë peshq që dhe do të bëhemi të pasur. Ah, dua t'ja u lëshoj një sy tek fqinjët tonë të varfër. Ti shoh të uritur në mizerje të thellë. Kam dëgjuar se po e ngjyn bukën me ujë të detit. Ku po shkoni në këtë ditë me erë? Dua që të vizitoj fqinjet prapa murit. E pse? Detyra jonë është që ti vizitojmë ata, Pse ta vizitosh një popull që Allahu do t'i dënon? që ti tregojmë Allahut që ne kemi bërë atë që jemi urdhëruar. Çka po thua ashtu? Dua që ti vizitoj njerëzit e mi në fshatin tim. Dhe Allahu do të na fal neve. Dhe ne kemi bërë atë që ne kemi mundur me e bërë. Dhe që ua kemi tërhek vrejtjen atyre për urdhrat e Allahut. Unë mendoj që duhet t'i lëmë ata, se nuk e meritojnë t'i fqinjëzojmë ata. Çka është tash? Prej ku më dolën të gjitha këto qime? O zotim! E kujna është kjo fytyrë shumtuar? Po unë që në kam kjo? Hilas, ku je? O zot, më duhet të fshihem, nuk dua që ai të më shoh kështu. Po ku më shkoj ajo grujave?
ti them se po më hahen banane dhe kikiriki. Majmuna! Paska shumë majmuna të egër. Për prej kuna paska në ardhur? Po, e si na kanë hyjë këta në fshat? Është shumë çudi. E pse po qeshesh ti o majmun? Zëri yt po i përëngjan në një shoku time të quajtur Shamon. Unë jam Shamoni, por nuk jam majmun. Po e ke shikuar veten, ti o majmun. Ti je majmun. Jo, ti je majmun. Mjaft më, E kush është ky majmuni tash? unë jam Majmoni, kapiteni kryesor. Jo, ti je kapiteni i majmunave. Prit. Tash po e kuptoj. Të gjithë ne jemi shndruar në majmuna. Je shumë i mençur për një majmun. Ne e dim këtë që po thua ti, po çka të bëjmë tash se? E si do t'ju paraqitemi njerëzve kështu si jemi tash? E tash që të gjithë jemi bë majmuna. Çfarë të bëjmë ne tash? Më mirë është që të jetojmë kështu si jemi. Askush nuk don që të blej më peshk. Tregtari më ka thënë mua, mblidh banane më mirë se sa peshk. E si me mbledh bananën në det? Ti o idiot! Ke të drejt. Kjo është një problem shumë i madh. Ku më shkuam qinjet e mi, e prej nga erën të gjithë këta majmuna? Simoni nuk qënë ka shëndëruar në majmun. Do ta jap tër arin tim, që të mund të kthehen një ditë në njeri. Ne duhet t'i themi atij që ne jemi njerëzit e fshatit dhe shokët e tij, ndoshta ai do të na ndihmojë. Jo, dinjiteti im nuk më lë mua që ta bëj atë. Majmunat nuk kanë dinjitet, zotëri Simon, kapiteni i peshkimit. Po flasin si njerëz. E si mundet kjo kështu? Ne jemi fqinjë tuaj dhe njerëzit nga fshati juaj. Jemi zgjuar sot kështu si që po na sheh. Nuk ka fuqi e as pushtet përpos Allahut. A mundesh me na ndihmue neve me u bë njerëz? E si është urdhër nga Allahu, nuk mundë me bë asgjë që të ndryshoj. O njerëz, po mendoj, o majmuna, më dëgjoni mua dhe boll më kërcyet. Çka po don, o kapiteni i majmunave? Ne duhet që të mendojmë se si me menaxhuar jetrat tona të reja, sepse të gjitha shtëpiat nuk kanë fare ushqim, dhe të gjithë anijet janë fundosur, sepse ju jeni munduar me i thyet duke luajtur ato. Dhe vetëm se kemi luajtur me to. E çka të bëjmë tash? Çka do të ham ne nesër? Kjo është një pyetje e mirë. Unë ju preferoj që të hani banane dhe fruta. Unë kam një ide më të mirë. Ti marrim arin e grave dhe të shesim për banane. Kjo është një ide shumë e mirë. Jo, kjo është një ide shumë e keqe. Unë kur nuk do të jep arin tim. Më le të qetë, arim. Elhamdulillah, peshit janë kthyer prap në det. Le t'i ndajmë të gjitha çka kemi me marinarët. Veti lëm një pjesë për fqinjet e varfër prapa murit. Mos mi kujto ata. Ata ende nuk po ndalen së debatuari dhe bërtituri tër ditën, dhe nuk po ndalen së qajturi dhe denesuri tër natën. Ky është dënim nga Allahu. Ata së pari nuk është dashur që ta bënin atë që e bën. Të shkojmë. Por kur e harruan atë për të cilën ishin paralajmëruar, ne i shpëtuam ata që këshillonin, kurse i ndëshkuam ashpër keqbërësit, për shkak të mosbindjes së tyre. Kur ata ngulmuan me mendje madhësi të bënin atë që u ishte ndaluar, ne u tham: bëhuni majmun të përbuzur.
Ja kështu populli të shtunës u bën një shembull për çdo kënd që mundohet të i shmanget fesë Allahut, ose të mendoj që ai din më shumë se Allahu, dhe mos me i dëgjuar urdhrat e Allahut. Ai ra nga niveli i lartë i njeriut në nivelin e kafshës. Shihemi nesër inshallah. Selam aleikum.